Banorja e Big Brother Kosova VIP 4 Alba Pollozhani ka qenë e detyruar të largohet përkohësisht nga shtëpia më e madhe në vend pasi nuk është ndjerë mirë. Ajo aktualisht ndodhet në spital ku po merr trajtimi mjekësor profesional. Ky zhvillim vjen pas një muaji të vështirë për banorët, të cilët jetojnë në izolim dhe në presionin e vazhdueshëm të spektaklit. Lajmin e ka bërë të ditur dhe faqja zyrtare Big Brother Kosova në rrjetet sociale duke theksuar se shëndeti i banorëve mbetet prioritet absolut. Fansa dhe ndjekësit e spektaklit kanë reaguar menjëherë duke uruar shërim të shpejtë banorës dhe duke shprehur mbështetje për të gjatë rikuperimit. Alba pritet të rikthehet në shtëpi sapo të marrë miratimin e stafit mjekësor, por pothuajse të gjithë banorët e kanë normalizuar dhunën ndaj Albës ditëve të fundit, nga gjua kërcënuese te prekjet fizike te degradimi ulët duke cënuar pastërtinë dhe dinjitetin femëror deri tek etiketimet absurde si psikopate. To nuk janë situata asiloj, janë raste të pastra bullizimi në grup dhe duhet trajtohen në prime, aty ku zakonisht derdhen lot hipokrizie kur ndodh një rast i ngjashëm jashtë shtëpisë. Ky format ka përgjegjësi duhet të tregojë se shkon për te lojë, se ka kufi dhe se jo çdo veprim lejohet.